në këtë raund të dytë të zgjedhjeve lokale. Sa i përket koalicioneve zgjedhore, ne kemi pasur diskutime, së pari kemi pas një analizë të brendshme pas zgjedhjeve të 12 tetorit. Ajo analizë nuk mund të them që ka qenë tete detajuar, por megjithatë ka qenë gjithë përfshirëse në raport me rezultatin zgjedhor. Në këtë drejtim kemi vendosur si e lëvizjes vetëvendosje që mos të ketë, si me thënë, pazare që lëvizja vetëvendosje po e merr mbështetje në këtë komunë për t'ia siguruar një partie tjetër mbështetje në një komunë tjetër, sepse ju e dini që ka pasur në vazhdimsi, si me thënë, pazare të tilla për Prizrenin e për Prishtinën në të kaluarën, por ne kemi thënë që për këtë së pari vendosim komunë për komunë, por së pari i dëgjojmë se çka thonë kandidatët tanë dhe qendrat tona në komunat përkatëse. Pra në këto 12 ku ne jemi në ballotazh. Në këtë drejtim, pra ju s'po keni praktikisht vijat kuqe për asnjë parti këto. Pra, po them edhe një herë, që ne ua kemi lënë këtë përgjegjësi kryetarëve, kandidatëve tonë. Komplet, vërtet. Ja, u kemi thënë, si kryesi e lëvizjes vetëvendosje, që na tregoni ju se si e shihni që cilat janë partitë që ju vlerësoni që duhet të hyjmë në një koalicion. Për shembull, Vushtrria e ka shprehur qëndrimin, ka thënë që me LDK-n, dhe ne nuk e kemi penguar, madje kryeministri Kurti ka qenë aty për ta përshëndetur. Po, sa aqnunat ju duhen, po ajo që po ju pyes, pra ju nuk keni asnjë lloj vije të kuqe në nivel lokal. Nuk kemi pasur asnjë vije të kuqe, të paktën nuk ka pasur ndonjë propozim në kryesi të vetëvendosjes që të ketë ndonjë vijë të kuqe në raport me zgjedhjet komunale. Pra aty ku ne jemi në ballotazh dhe jemi të parët, kemi nisur vetë diskutimet apo komunikimet me parti tjera politike. Aty ku nuk jemi në ballotazh, më duket që janë 6 komuna që ne nuk jemi në ballotazh, aty natyrisht që nëse ne kemi shprehur gatishmëri që të takohemi, por natyrisht që kjo ju përket kandidatëve tanë dhe qendrave tona. Kur e shohim balotazhet ku janë, realisht PDK për ju do ishte një partner. Pra në Prishtinë ju duhet kushdo nga qoftë LDK-ja, qoftë vetëvendosja, duke parë që vetëm 500 vota diku është diferenca mes përparim Ramës dhe Ajrullah Qekut, ju duhet përkraja edhe në qendra të tjera, pra e PDK-s ju duhet edhe në Gjilan, ju duhet në shumë qendra tjera në fushë Kosovë, vetë se kemi parë bashkëpunimin, ju duhet pothuajse në secilin. A do kërkoni votën e PDK-s ju? Unë, për shembull, po të flas pak edhe për atë se çfarë si jam angazhuar edhe personalisht në këtë proces. Për shembull, në këtë raund të dytë të zgjedhjeve lokale, ne kemi takuar gjatë kësaj kohe shumë qytetarë të cilët në raundin e parë kanë votuar subjekte tjera politike. Pra e kemi fokusin tek qytetarët e Republikës Kosovës, tek qytetarët përkatësisht në komunat që jetojnë dhe veprojnë. Pra, ne po takojmë shumë qytetarë që kanë votuar në raundin e parë ndonjë subjekt tjetër politik, sepse besojmë që është shumë e rëndësishme që të vendosim kontaktet, shtrëngojmë duart me ta. Po, vetë se ju e dini që në Prishtinë, ju e dini në Prishtinë dhe tashmë keni përvojë politike të mjaftueshme për vitin 2013, sidomos që është esenciale bashkëpunimi me partitë. Për çfarë do koalicioni të mundshëm që mund të ketë në Prishtinë, do t'ju njoftoj kandidati jonë dhe kryetari i ardhshëm i Prishtinës. Se po ju shohim të përfshirë edhe juve personalisht zonja Axhiu në Prishtinë. Unë jam në teren. E di, prandaj edhe po ju pyes, cili është vullneti i edhe i antarësisë vetëvendosjes, a është që të shkohet me PDK në koalicion? Së pari, ne kemi pasur takime me, si me thonë, mbështetësit tanë. Natyrisht jo me gjithë se s'kemi pasur mundësinë se do t'i bëjmë takime gjatë kësaj kohe. Sepse ata janë në fakt, si me thënë, ata neve na kanë sjellur në këtë fuqi politike që ne kemi. Së dyti, po takojmë edhe shumë qytetarë, sepse kemi bërë edhe një analizë të votës, po takojmë shumë qytetarë që në raundin e parë kanë votuar subjekte tjera politike, po i njoftojmë me programin tonë, po e shpërndajmë programin e kandidatit tonë Ajrullah Qeku, po i adresojmë, si me thonë, çështjet që ata janë të interesuar që t'i adresojnë. Prandaj edhe jam shumë optimiste që ne në këtë mënyrë do të kemi sukses edhe në Prishtinë. A janë duke ju kuptuar drejt që ju pusinoni të mos bëni koalicion me PDK-n, por ta fitoni votën? Jo, nuk është kjo, por këtë është duke punuar kandidati jonë Ajrullah Qeku. Pra, ai po merret me komunikimet me partitë tjera politike dhe natyrisht sa po të kemi... A ka komunikime deri tash, a e dini këtë? Nuk e di me saktësisht me kën
me kënd prej partive politike ka diskutuar, por e di që po merret intensivisht me këtë. Pra krahas aktiviteteve në terren, ai po punon edhe për bashkëpunime të mundshme në Prishtinë, për faktin se, si më thonë, nuk kemi përjashtuar që të ketë përpjekje për të pasur në koalicion edhe në Prishtinë, prandaj sapo të kemi diçka në këtë drejtim. Herës kaluar nuk ju ka dalë fort matematika mirë, kur në balotazh nuk është se keni bashkëpunuar fort me partitë e tjera, pra keni humbur shumicën e balotazheve. A keni menduar këtë gjë në këtu zgjedhje? Duke qenë se keni në shumë vende në balotazh dhe në disa vende edhe prini, për shembull për herë të parë madje në Fushë Kosovë, ose jeni shumë ofër në Obiliq, ose jeni po ashtu shumë ofër në Kaçanek. Prandaj unë thash edhe më herët, ne jemi të kënaqur me rezultatin që kemi pasur në zgjedhjet lokale dhe i falenderova qytetarët e Republikës Kosovës të gjithë që me maturi dhe qetësi kanë shprehur vullnetin e tyre. Në 2021 ne kemi fituar në 4 komuna, pra në Gjilan, në Kamenic, në Podujev dhe në Shtime. Mandej pas dorëheqjeve të kryetarëve të listës serbe, edhe në Mitrovicën e Veriut, edhe në Leposavić. Ne po punojmë shumë që natyrisht që të identifikojmë ose të bëjmë analizën e votës në mënyrë që të qasemi qytetarëve që kanë votuar subjekte tjera politike, të njoftojmë programin tonë për zgjedhje lokale në komunat përkatëse, por krahas kësaj ne po përpiqemi të kemi edhe koalicione me parti tjera politike. Por për gjitha këto, sikur mbushtri, qysh kandidati jon, Sulejman Meholli, ka bërë të ditur bashkë me zotin Tahiri, me mbështetjen e kryeministrit Kurti, sikur ata e kanë bërë të njohur koalicionin, marrëveshjen e koalicionit natyrisht që ngjashëm. Pra po thoni gjithçka do të jetë transparente, s'ka koalicione